Përshëndetje miq, ju ftoj të ndjekim horoskopin e datës 29 qershor 2025 për secilën shenjë. Fillojmë pa humbur kohë me shenjën e parë, Dashi. Sot, Dashi përballet me njerëz që mund të jenë kokëfort dhe të palkundur në mendimet e tyre. Por mos lejo që konfliktet pa kuptim të shterojnë energjinë. Në vend që të mbash ndjenja negative brenda vetes, përpiqu t'i lëshosh ato dhe të gjesh qetësinë përmes reflektimit. Ndërsa dita përparon, do të kesh mundësi të zgjidhësh një konflikt ose të sqarosh diçka që ka të bëjë me ndarjen e përgjegjësive, punën apo shëndetin. Lëvizja e hënës në sektorin tënd të punës sjell fokus dhe vendosmëri. Megjithatë, ruaje durimin nëse rezultatet nuk vijnë menjëherë. Sfidoje veten me kujdes, por mos u nxito. Të qenit produktiv sot jo vetëm që të jep një ndjenjë përmbushjeje, por gjithashtu të ndihmon të çlirohesh nga mendimet e lodhshme. Energjitë e sotme të shtyjnë drejt përmirësimeve dhe kujdesit për veten. Ngjyrat me fat, vjollcë dhe art. Ora me fat, 14:00 deri 16:00. Këshilla e ditës: mos lufto për të pasur të drejtë, lufto për të pasur paqe. Demi. Sot, Demi mund të përballet me njerëz që janë tepër mbrojtës ndaj ideve të tyre. Edhe pse je i entuziazmuar për një projekt apo një mendim të ri, mund të ndeshesh me kundërshtime. Ka mundësi që të ndjesh një energji të çrregullt brenda vetes ose në ambientin familjar. Organizimi dhe pastrimi i hapësirës përreth teje mund të ndihmojë në qetësimin e mendjes dhe rikthimin e fokusit. Mund të lindë një konflikt midis detyrimeve personale dhe atyre profesionale. Kërkimi i një ekuilibri më të mirë midis këtyre dy fushave do të jetë shumë i vlefshëm sot. Nëse je kapur fort pas një ambicie specifike, ndoshta është koha të lesh pak nëse tensioni është rritur. Megjithatë, sa më shumë që kalon dita, aq më shumë ndihesh i liruar. Hëna kalon në sektorin tënd të kënaqësisë dhe vetë shprehjes, duke nxjerrë në pa pasionet dhe dëshirat e brendshme. Ke më shumë energji dhe iniciativë për aktivitete argëtuese, hobi apo lidhje emocionale. Ngjyrat me fat, rozë dhe blu e errët. Ora me fat, 10:00 deri në 12:00. Këshilla e ditës: mos kërko gjithmonë të kontrollosh gjithçka, nganjëherë liria qëndron në lëshim. Binjakët. Sot, binjak, është koha të rikthehesh në shina nëse ke shpenzuar shumë energji në diçka që të lodh shpirtërisht apo mendërisht. Lëvizjet astrologjike të ditës mund të sjellin në sipërfaqe frustrime që ndoshta nuk i kishe kuptuar më parë. Qëllimi yt duhet të jetë të kalosh këtë pengesë, pasi zemërimi dhe pakënaqësia mund të vjedhin lumturinë. Nëse je i vëmendshëm, mund të zbulosh disa dëshira të fshehura që të ndihmojnë në marrjen e vendimeve më të mira dhe në drejtimin e energjisë drejt projekteve më të përshtatshme për ty në të ardhmen. Ndërsa dita përparon, do ta kesh më të lehtë të relaksohesh dhe të përqendrohesh në qëllimet e tua personale. Hëna lëviz në shtëpinë tënde diellore të familjes dhe jetës në shtëpi, duke të inkurajuar të lidhesh me rrënjët e tua dhe me njerëzit e dashur. Aktivitetet që lidhen me shtëpinë do të jenë veçanërisht të këndshme dhe mund të ndihmojnë në zgjidhjen e ndonjë problemi personal që të ka munduar kohët e fundit. Ngjyrat me fat, jeshile dhe vjollcë. Ora me fat, 14:00 deri 16:00. Këshilla e ditës: shkëputu nga ajo që të shteron dhe përqafo të njohurën që të ushqen shpirtin. Gaforja. Sot, gafore, njerëzit përreth teje mund të jenë më të ndjeshëm dhe mbrojtës ndaj mendimeve të tyre, sidomos kur ndihen të sfiduar në zonat e tyre të rehatisë. Kërkimi i përgjigjeve me ngulm mund të krijojë tensione, veçanërisht kur bëhet fjalë për çështje financiare apo për ndihmën që ke dhënë e që nuk është vlerësuar siç duhet. Nëse ke ndjerë mungesë vlerësimi, emocionet mund të dalin në sipërfaqe sot. Edhe pse kompromisi do të ishte zgjedhja më e mirë, duhet ta pranosh që jo të gjithë janë gati të bëjnë lëshime tani. Mos prit shumë nga të tjerët. Në vend të kësaj, shfrytëzo këtë si një kohë zbuluese. Ndjenjat e pakënaqësisë apo xhelozisë që mund të shfaqen sot janë dritare drejt dëshirave të thella që si ke njohur më parë. Hëna kalon në sektorin tënd të komunikimit, duke të ftuar të mbash mendjen aktive dhe të hapesh ndaj mundësive të reja. Është një moment i mirë për të mësuar diçka të re,
për të kapur informacionet që të kanë munguar apo për të biseduar me njerëzit që të frymëzojnë. Më vonë gjatë ditës, hëna bashkohet me Marsin, duke gjallëruar mendimet dhe bisedat, një ditë perfekte për ide kreative dhe lidhje të fuqishme mendore, ngjyrat me fat, blu deti dhe roz pastel, ora me fat, 10:00 deri 12:00, këshilla e ditës, mos i nënvlerëso emocionet që dalin në sipërfaqe, ato janë udhërrëfyesit e tu më të mirë. Luani, sot, komunikimi mund të marrë një ton më të rënd për ty, i dashur Luan. Mund të ndihesh i frustruar nëse nuk ke lirinë të shprehësh veten ashtu siç dëshiron. Evito luftrat e fjalëve, por nëse një problem po bëhet i padurueshëm, kjo ditë mund të sjellë një moment ku gjithçka shpërthen për të detyruar një zgjidhje. Konfliktet që dalin në pa mund të japin një pamje më të qartë mbi forcat e padukshme që mund të kenë penguar në rrugëtimin tënd. Hëna zhvendoset në sektorin tënd të burimeve dhe qëndrimit ndaj sigurisë materiale për më shumë se 2 ditë. Ky kalim të shtyn të vlerësosh atë që ke dhe të reflektosh mbi atë që të mungon. Është koha e duhur për të ndalur pak dhe për të rimbushur emocionalisht, por nëse ndihesh i parehatshëm ose i pasigurt, do të ndjesh një shtysë të fortë për ta përmirësuar këtë gjendje. Hëna që takohet me Marsin në këtë sektor tëndin financiar rrit dëshirën për më shumë komoditet, stabilitet dhe kontroll mbi burimet e tua. Mund të jesh më i motivuar se zakonisht për të ndërmarrë veprime konkrete drejt një ndjenje më të madhe sigurie personale, ngjyrat me fat, e ardhë dhe e gjelbër smerald, ora me fat, 14:00 deri 16:00, këshilla e ditës, siguria fillon brenda teje, mos haro se qetësia dhe vetbesimi janë burimet më të vlefshme që ke. Virgjëresha, në orët e para të ditës, mundohu të mos lejosh që shqetësimet e brendshme të ndikojnë në marrëdhëniet me të tjerët, e dashur Virgjëresh. Komunikimi mund të jetë pak i tensionuar, ndaj mbajtja për vete e një ide apo projekti për momentin mund të jetë zgjidhja më e mençur. Nëse nuk po e përdor energjinë mendore për diçka krijuese apo pozitive, mundohu të mos e lejosh imagjinatën të çojë shumë larg realitetit. Kurioziteti i tepërt mund të bëjë të ndihesh gati për një hap të madh, kur në të vërtetë nuk je ende aty. Merr kohë për të mbledhur të gjitha faktet përpara se të ndash një mendim të ri. Një koment i thjesht mund të ndezë reagime të papritura në ndikimin e sotëm astrologjik. Gjithashtu, mund të ndjesh një presion të brendshëm për të përfunduar detyra, edhe kur emocionalisht apo fizikisht nuk ndihesh në maksimumin tënd. Hëna kalon në shenjën tënde sot dhe do të qëndrojë për më shumë se 2 ditë. Kjo sjell një fokus më të madh në ndjenjat, nevojat dhe dëshirat e tua personale. Do të ndjesh një rritje të energjisë dhe entuziazmit për të ndjekur planet dhe synimet e tua, qoftë sepse po shfaqen mundësi të reja, qoftë sepse je vetë më e motivuar për të ecur përpara. Ngjyrat me fat, e bardhë dhe roz pastel, ora me fat, 11:30 deri 13:00, këshilla e ditës, jepi përparësi qetësisë mendore dhe planeve personale, nuk ke pse i ndan gjithmonë idet me botën derisa të jenë gati për të ndritur. Peshorja, tensionet dhe presionet nga të tjerët, veçanërisht në dashuri apo në shoqëri, mund të ndihen më shumë në pjesën e parë të ditës, e dashur peshore. Mund të ndihesh sikur po përplasesh mes dëshirës për të ditur të vërtetën dhe frikës nga ajo që mund të zbulosh. Synimi yt sot duhet të jetë lirimi dhe çlirimi emocional, ndoshta po mban diçka shumë fort, aq sa ajo nuk po merr frym, duke u përpjekur të kontrollosh çdo gjë, mund të jesh pa dashje duke kufizuar edhe vetveten. Jepi vetes hapësirë dhe fuqi për të lejuar gjërat të rrjedhin. Edhe pse mund të duket e vështirë, të heqësh dorë nga mendimet e tepërta apo negative është dhurata më e mirë që mund t'i bësh vetes sot. Fillo me ngadalë dhe do ta ndjesh lehtësimin. Në pjesën e dytë të ditës, gjithçka fillon të qetësohet. Hëna lëviz në sektorin tënd të privatësisë dhe do të qëndrojë aty për më shumë se 2 ditë. Kjo sjell nevojën për të tërhequr vëmendjen nga bota e jashtme dhe për të fokusuar te ndjenjat, ëndrat, kujtimet dhe çështjet që nuk duken. Është një fazë e natyrshme për të qetësuar dhe për të reflektuar, pasi po afrohesh drejt përfundimit të një cikli hënor. Ngjyrat me fat, vjollcë dhe bezh, ora me fat 9,
00 deri 10:30, këshilla e ditës. Çlirimi nga ajo që nuk mund ta kontrollosh është më shumë forcë se sa dorëzim. Jepi vetes lejen për të pushuar. Akrepi, me Merkurin që ndodhet në majën e hartës tënde diellore, fjalët e tua sot kanë një ndikim më të madh se zakonisht, i dashur Akrep. Ajo që komunikon mund të mbetet në mendjen e të tjerëve për një kohë të gjatë, ndaj zgjedhja e fjalëve ka rëndësi. Gjithsesi, në fillim të ditës mund të ndjesh pasiguri apo frikë se mos të mungon informacioni i rëndësishëm apo kontrolli mbi një situatë. Kjo mund të çojë në tensione apo keqkuptime, mund të zbulohet një sekret apo të shfaqet diçka që më parë ishte e fshehur. Edhe pse fillimisht e pakëndshme, kjo e vërtet mund të ndriçojë një rrugë të re përpara. Megjithatë, mos këmbëngul shumë për përgjigje tani, ngërçet janë të mundshme. Ndaj pritja dhe vëzhgimi do të shërbejnë më mirë. Përdor këtë energji për të ndërtuar një plan ose për të fokusuar te një projekt i rëndësishëm. Hëna zhvendoset në shtëpinë tënde të 11, duke të ndihmuar të çlirohesh disi nga pesha e brendshme. Idetë e reja dhe temat që të frymëzojnë mund të sjellin ajër të freskët në mendjen tënde. Ky është një moment i mirë për të eksploruar rrugë të reja mendimi dhe për të lidhur me miq që të motivojnë. Ngjyrat me fat, blu e errët dhe ngjyrë floriri, ora me fat, 13:30 deri 15:00, këshilla e ditës. Heshtja ndonjëherë është arma më e fortë. Vëzhgo, reflekto dhe vepro kur të vijë koha. Shigjetari, në fillim të ditës, edhe dallimet më të vogla në mendime mund të përshkallëzohen shpejt, i dashur shigjetar. Mund të përballesh me tensione mendore apo pengesa në komunikim, mësim apo transport. Mund të ndihesh sikur je në një mision për të zbuluar të vërtetën, një nevojë e brendshme për të kuptuar diçka që të ka munduar. Por, nëse përgjigjet e të tjerëve nuk janë të kënaqshme, provo të mos reagosh menjëherë, sfido veten të shikosh situatën nga një këndvështrim tjetër, në vend që të kapesh fort pas një ideje. Mendja jote është e mprehtë sot, gjë që të ndihmon në çështje intelektuale dhe profesionale, por ndoshta zemra jote nuk është ende gati për vendime të mëdha. Vëzhgo me kujdes, pasi frustrimet mund të zbulojnë dëshira të fshehura që se dije se i kishe. Me hënën që kalon në shtëpinë tënde të 10 diellore, vëmendja zhvendoset drejt qëllimeve dhe karrierës për 2 ditët në vijim. Ndihesh më i motivuar për të ndjekur aspiratat e tua dhe me kalimin e ditës forcohet guximi dhe dëshira për të vepruar. Ngjyrat me fat, e gjelbër smeraldi dhe gri argjendi, ora me fat, 10:10 deri 12:00. Këshilla e ditës, mos i merr gjërat personale, mendja e ftohtë sjell zgjidhje të mençura. Britsjapi, në orët e para të ditës, shqetësimet mund të duken më të theksuara dhe të vështira për t'u anashkaluar, i dashur britsjap. Mund të ndihesh sikur një barë e padukshme të pengon të shijosh plotësisht momentin. Sidoqoftë, ky është një shans i mirë për të përballuar frikrat dhe për të ecur përpara, në vend që t'i shmangesh atyre. Kujdes me ngjitjen e tepërt pas ideve, pasurisë apo njerëzve. Përpiqu të largosh dyshimet dhe mendimet e errëta që mund të pushtojnë. Çështjet që lidhen me vlerat personale, paratë, fuqinë apo ndarjen e burimeve mund të jenë delikate. Ana pozitive e ditës është se mund të zbulosh diçka të rëndësishme ose të thellohesh në një kërkim që të sjellë sqarim të madh. Por mos e tepro, ndonjëherë lënia e gjërave të rrjedhin është më e dobishme se kontrolli. Me kalimin e ditës, gjithçka bëhet më e lehtë. Hëna kalon në shtëpinë tënde të 9 diellore, duke të nxitur të mendosh më gjerësisht dhe të zgjerosh horizontet. Më vonë, ajo takohet me Marsin, duke të dhënë energji dhe pasion për një ide, projekt apo udhëtim të ri. Është një kohë e shkëlqyer për të eksploruar dije të reja, për të udhëtuar mendërisht ose fizikisht dhe për të ndjekur entuziazmin tënd me kuraj. Ngjyrat me fat, blu e thellë dhe ngjyrë kafe, ora me fat, 13 deri 15:00, këshilla e ditës, përdor energjinë e brendshme për të zgjeruar mendjen. Jo për t'u kapur pas frikërave. Ujori, në fillim të ditës, i dashur ujor, mund të ndihesh sikur marrëdhëniet ose mënyrat e të tjerëve të prekin më shumë se sa duhet.
Çështjet që kanë qëndruar në sipërfaqe tani po dalin në dritë dhe mund të ketë tensione apo mosmarrëveshje. Por, në vend që të stresohesh, qëndro i hapur dhe fleksibël, duke u fokusuar në rritje dhe zhvillim personal. Shfrytëzo energjinë e tepërt duke u marrë me aktivitete produktive, kjo do të sjellë përfitime. Ndonjëherë, një konflikt mund të jetë i nevojshëm për të zgjidhur çështje të fshehura që kërkojnë vëmendje në marrëdhënie. Hëna kalon në shtëpinë tënde të 8 diellore, ku do të qëndroj për mbi 2 ditë. Duke të nxitur të zgjedhësh një fokus të veçantë, qoftë në dashuri, financa apo përvojë personale, më vonë gjatë ditës, ndjenjat dhe dëshirat bëhen më të forta. Mund të shfaqen shkëndija të reja në një marrëdhënie ose brenda vetes dhe ndjenja për të ndërmarrë veprime me paratë ose intimitetin rritet ndjeshëm. Ngjyrat me fat, vjollcë dhe argjendi, ora me fat, 18, 00, 20. 00, këshilla e ditës, qëndro i hapur ndaj ndryshimeve dhe përdor energjinë për të forcuar lidhjet dhe për të ndjekur pasionet e tua. Peshqit, në fillim të ditës, i dashur peshk, bisedat mund të nxehen ose mendimet të çojnë në vende të tensionuara, duke rikthyer plagët e vjetra emocionale. Kjo ndodh për një arsye, është koha për t'i lënë pas këto gjëra. Diçka e fshehur më parë mund të dalë në sipërfaqe, duke të sjellë zbulime të rëndësishme për ndjenjat, ambicjet e fshehta dhe frikrat e tua. Sot, do të kesh energji dhe pasion shtesë për të përmirësuar efikasitetin, aftësitë apo organizimin. Ndërsa dita avancon, do të jetë më e lehtë të ecësh përpara dhe të lësh pas të kaluarën. Hëna kalon në shenjën tënde kundërshtare, ku do të qëndroj për më shumë se 2 ditë, duke të sfiduar të gjesh një balancë më të mirë. Mund të kërkosh frymëzim nga dikush i veçantë ose të kërkosh një ndjenjë më të fortë të vitalitetit përmes përvojave me të tjerët. Ngjyrat me fat, kaltër e hapur dhe roz pastel, ora me fat, 16, 00 deri 18. 00, këshilla e ditës, lësho kontrollin e së kaluarës dhe përqendrohu te energjia pozitive që sjell ndryshimi dhe bashkëpunimi me të tjerët. Sot, mos lejo që mendimet e tepërta për të tjerët apo ndjenjat e humbjes në shoqëri të rrëmbejnë qetësinë.